pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë që Allahu nuk shikon në fizionomin, pra duke në jashtme, as në veshjen tuaj, por shikon në zemrat edhe në veprat tuaja. Nëse ne do të kuptonim këtë realitet, pastaj do të punonim për me rregullu për shembull zemrën tonë, për me rregullu veprat tona edhe në këtë formë, pa pas nevojë me bozhurëm, pa pas nevojë me ushtir, vetë ju Allahu xhaleshanu do të jepte bereqet edhe do të stabilizohej besimtari, edhe ky stabilitet kish me ndiku pastaj edhe në stabilitetin e tjerëve, se kur je besimtar me rrojnë thella, kur je besimtar me punë dhe me dije, me iman, do në zemrë me vepra të jashtme, atëherë ki me reflektu të tjerët, sepse në situatat saktuara, ki mu kanë ai person që jep sinjale pozitive. Prandaj edhe ulemat e mëdhej kanë qenë ata personat që kanë pas shumë sukses, shumë autoritet, shumë respekt, shumë krenari, shumë të tjerë i kanë vlerësu. Por kur ke pa një jetën e tyne të përditshme, nuk ke vret diçka të veçantë nga ibadetet, nga zhurma, s'kan bën zhurmë. Për shembull Imam Maliku ka qenë që më kujtohet si shembull ku ulemat kanë thonë që e kena përcjell domethënë ta nditën ose nxënësat e vet, nuk kena pa taj ndonjë ibadet ma ekstra për njerëzve, por Allahu i ka dhënë shumë respekt, autoritet të njerëzit. Fjalat i ka vend, njerëzit e respektojnë, njerëzit e vlerësojnë. Pastaj kur e kanë bën një analizë kanë thonë sigurt mes ti dhe Allahu xhaleshanu ka diçka të msheft. E çka është kjo mshefta? Ka ibadetet mshefta, ka stabilitet, e ka rregulluar njeriu zemrën e tij, raportet mes tij dhe Zotit, në momentin që rregullohen, atëherë Allahu i thot melekëve, Xhibrilit me dashur atë njeri. Kur e don Xhibrili i thot edhe melaçeve, kur e dojnë robët e qiellit apo krijesat e qiellit, ka me zbritë edhe dashnia në tokë. Prandaj i shet disa njerëz që absolut nuk vrapojnë pas famës edhe emnit, por Allahu xhaleshanu ka dhënë famë, emën, autoritet, respekt, se nuk është shkum, ai nuk punon për ato, por është interesant. Edhe këtë po e them, punët shpërlen sipas niyetit. Ulemat kanë thonë, nëse njeriu punon punë të ahiretit për të marrë famën e dunjos, nuk e arrin. Nuk arrin, se Zoti Azza wa Jall i punon kundër niyetit të tij. Kush punon punët e ahiretit për ahiret, për izat Zotit, detyrimisht. Kur themi është e prerë kjo çështje, çush është 1 + 1 bën 2, është e prerë, punon për Allah. I bën për izat Zotit, detyrimisht ki më pas respekt, autoritet, edhe nuk ki më kon shkum, po ki më kon një themel, një trung, një lis me rrojnë thella ose një oqan, i cili nuk lëkundet pa marrë parasysh çfarë ere frynë apo çka vendoset çfarë anije apo peshe mbi ta.